Pas albumit e parë që ka bërë shumë përshtypje emri që e thash edhe një herë se funimram jam një gjeneratës kur i kam përjetu këto ngjarje, këto zemshuri që i ka ndje populli jonë, se si mu lidh kjo. Por më pas e botuat ose publikuat albumin Një herë në jetë. Çfarë përmban ky album juaj? Një herë në jetë. Po kjo fjala një herë në jetë ka shumë kuptime. Dhe më thonë, përvojat tona që i kemi një herë në jetë. Ky album përmban disa këngë, po ashtu të kompozitorëve jashtëzakonisht, dhe më thonë, profesional. Edhe tekstshkruese, se gjithmonë jam përkujdes që investimin në këngë dhe në tekst të jenë nga më të mirat. Investimi quaj kur ti bashkëpunon me kompozitor profesionist, me tekstshkrues, me imazhin, me formën që ti prezantohesh e shumë tjera, sepse menoj për me pas një jehon si artiste, jo me qenë vetëm sezonale, mendoj që këto janë komponentat kryesor. Kështu që edhe ky album ka qenë shumë i pasur me këngë, me tekste të ndryshme, me ritme, dhe më thonë të asaj kohe e që besa i kanë rezistuar dhe kohës. Kështu që edhe ky album është jashtëzakonisht i bukur. Në një periudhë tjetër.